Përshëndetje të gjithë dhe mirë se ju gjej. Urimi I parë që sot vjen për të gjitha gratë, po më besoj për të gjithë shoqërinë, gëzuar 8 marsin. Në fakt është një ditë shumë e rëndësishme, e cila mund të përkthehet edhe si një festë, sepse në fakt është një ditë për të kujtuar edhe një herë, për të rikthyer vëmendjen nga pikërisht nga gjysma e shoqërisë, nga gratë të cilat e meritojnë vëmendjen e tyre çdo ditë të vitit, me gjithë kontributin edhe me lodhjen, me përkushtimin në çdo gjë që bëjnë, jo vetëm në familjet e tyre, po kudo, në punë, në gjithçka ku ato japin kontributet e tyre, bëjnë me një pasion, me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Është kënaqësi sot që unë të jem në fakt pas pak në studio me disa gratë mrekullueshme, të cilat do të ndajnë me ne rrugtimin e tyre, momentet e tyre mos sfiduese, pse jo, si e përjetojnë ato 8 marsin, si e shohin ato 8 marsin, çfarë është? Unë dua të hyj më asaj pyetje që tashmë edhe ajo në vetvete është konsumuar shumë, është festë apo protestë. Nuk ka më fare nevojë ta bëjmë këtë pyetje. 8 marsi është një ditë e rëndësishme dhe një ditë e mirë për të ulur dhe për të kujtuar. Një moment sërish ndërgjegjësimi, I cili sjell në vëmendje edhe një herë të gjitha problematikat e shoqërisë sonë. Gruaja është qendra e shoqërisë, është qendra e familjes, është ajo që jep shpirtin në gjithçka, jep shpirtin gjithçkaje, rreth saj rrotullohet gjithçka, ndaj kur themi grua kemi thënë gjithë shoqëria. Problemet e saj reflektohen pa diskutim në kualitetin edhe në cilësinë e shoqërisë, në nivelin e shoqërisë që ne kemi sot. Kështu që sa më shumë investohet tek gratë, sa më shumë I lihet atyre mundësia, sa më shumë ato mbështeten dhe suportohen në rrugtimin e tyre, aq më bukur projektohet e gjitha kjo në shoqërinë tonë dhe aq më e mirë shoqëria në cilën jetojmë. Dua të mirëpres 5 gratë mrekullueshme dhe të jashtëzakonshme që do të vinë në studion tonë. Do të presim të parë, në fakt ajo është një nga ikonat e aktivistëve dhe sa herë që bëhet fjala për grua, për një grua të angazhuar, për një grua në përpjekje të vazhdueshme të gjitha ditët e vitit, për çështjet e grave dhe baraqësinë gjinore, është gjithmonë e para ajo që na vjen. Është drejtuese shoqatës në dobi të gruas shqiptare dhe presim Sevim Arbana. Presim në studio. O, e dashur Sevim me lule në duar sa të bukura. Çdo grua meriton një lule, po ti meriton një tuf. Për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që ke dhënë, për dashurinë që përçon, për mirësinë, je një frymëzim. Jo vetëm për median, por për gjithë. Të falenderoj për hapësirat që na ke dhënë, për të luftuar dhunën, për të luftuar varfërinë, për të ripozicionuar gruan, për ta fuqizuar, dhe të falenderoj dhe gëzuar. Falenderoj shumë dhe mirë se erdhe. Por pritse, edhe unë kam lule për juve sot, do më presëm këtu para se të ulesh, sepse për të gjitha të ftuara tona sot, unë tufën tënde Sevim që nga kaq e bukur, në fakt duhet thënë ajo me lule të verdha, por ne kemi zgjedhur mimoza sot për juve. Mimoza në fakt është lëvizja jonë, është e para, dhe është lulja e parë. Lulja e parë dhe që identifikon edhe këtë festë, që nga një tuf mimoza për gjitha zonjat e ftuara sot. Falenderoj shumë Sevim Arbana, që je sot në studio me ne. Dhe do të presim një tjetër të ftuar në studio, ajo është kirurge e përgjithshme, një grua me një profesion goxha të vështirë, me shumë tension, me shumë sfida. E kemi pasur sigurisht të ftuar për të treguar rrugtimin e saj, por sot vjen enkas në 8 mars, edhe një herë për të dhënë mesazhin e saj si një grua e fortë, si një grua e realizuar, si një grua vazhdimisht në përpjekje. Presim në studion tonë doktor Lindita Shosha, presim në studio. Mirë se erdhe, doktoresh Lindita. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Do më presër se duhet ta kisha marrë me vete tufën me lule për juve. Kjo është tufa me lule për doktoresh Linditën, mimozat për juve dhe faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Dhe shumë faleminderit Rudin, je simboli më I mrekullueshëm I bukurisë femërore shqiptare dhe I fisnikërisë së gruas shqiptare. Falenderoj shumë dhe kënaqësi që kam sot në studio. Shumë faleminderit. Doktor doktoresh. Faleminderit. Do të marr tufën tjetër të luleve, tufën tjetër të mimozave, sepse do të pres një tjetër të ftuar sot në studio. Ajo është ish volejboliste, po për ne mbetet volejbolistja ikon, pa diskutim, një nga ato që kanë bërë historinë e volejbollit shqiptar dhe që sot kam sërish kënaqësinë ta kem në studion ton, Alketa Doçin, e presim. Alketa e dashur, mirë se erdhe, këto mimoza janë për ty. Gëzuar 8 marsin dhe kënaqësi që të kam në studio. Falenderit shumë, të ftoj të ulesh. Marrim sërish një tjetër tuf mimozash dhe këtë herë do të pres një avokate në profesion, I takon një gjenerate tjetër, me shumë kënaqësi pres në studio Dea Toçi. Dea, e
ideja sa bukur me të kuqe. Këto mimoza janë për ty sot, në këtë 8 mars. Është kënaqësi që në këtë ditë të veçantë të jemi me ty. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që je këtu me ne sot. Të ftoj të ulesh. Dhe mimozat e tjera, sepse kemi sërish një tjetër të ftuar speciale që na bashkohet sot në studio. Ajo është aktore, producente, regjizore, kemi parë të shkëlqej në skenat e teatrit, po edhe të kinemas, me rolet të saj karakterit të paharrueshme që ajo ka ndërtuar. Presim Rozi Kostani. Rozi! Rozi, ku je? O, zoni. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Kjo është për ty, për 8 mars. Mimozat simboli kësaj dite. Falenderoj shumë që je këtu me ne, gjithashtu. Faleminderit. Të ftoj të ulesh e dashur. Të ftoj të ulesh. Oh, ja të kemi. Sa paneli bukur sot, me gratë jashtëzakonshme, gratë e nderuara, gratë që kanë dhënë një kontribut, secila dhe vazhdon e jep në fakt, secila në kushtin e vet, që jam e nderuar sot të jem në pranin tuaj dhe t'ju kem juve të ftuara të gjitha bashkë sot në studio. Do të flasim sigurisht për 8 marsin, por jo vetëm 8 marsin në përgjithësi, po dua të talinim pak edhe me jetën tuaj, me historitë tuaja, me sfidat tuaja të përditshme. Unë e thashë në fillim, s'dua ta bëj më fare atë pyetjen festa apo protestë, se kam përshtypjen ka ikur koha dhe asaj më. Kush do të festojë, le të festojë dhe për mua le ta shijoj pafund këtë ditë. Për mua më të diskutueshme janë nganjëherë protestat se sa festat të vetvete, sepse them protesta më duket sikur nuk ka shumë sens, se sa më shumë është i rëndësishëm bashkimi, të takuarit të grave, të evidentuarit ndoshta një problemi më specifik, më të veçantë. Ju keni shumë më tepër eksperiencë vim në këto organizimet e 8 marsit. Si e festoni ju zakonisht 8 marsin? Jam kurioze. Faktikisht ne jemi nonat ose themeluesit e protestave në kuptimin e mesazhit që sollëm që në 2000-shin, qa është 8 marsi, festa apo protest, dhe këtë e bëmë tepër për të edukuar njerëzit, sidomos burrat dhe gratë, për të kuptuar që lufta jonë për barazi, për të drejtat e njeriut, është pa kufi dhe duhet që këto datat historike për cilat njerëzimi ka luftuar dhe ka bërë kthesa në historinë e njerëzimit, ne duhet t'ja ngulisim njerëzve që të bëjnë akte tilla. Edhe lule për mua, Irsita, të falenderoj. Edhe për mua, Mimoza. Dhe kemi protestuar duke dhënë koncerte me zëra femëror nëpërmjet artit. Kemi protestuar duke dhënë një kafe ndim për gratë e varfra. Kemi protestuar duke garuar. Se fjala protest, ne kur të një protest imagjinojmë një dalës në rrugë me pankarta. Dhe kjo më duket pak e pavënd. Ne kemi garuar për shembull, kemi bërë një protest duke bërë një lojë basketbollit që ka qenë pak qesharake, morëm 6 burra të gjatë, ka qenë dhe Edi Rama biles në atë kohë 2005 dhe 6 gratë të gjata të lonë volejboll. Dhe në fund gazetarja, ne humbëm natyrisht, se ishim më të shkurtra dhe ato ishin edhe sportist. Gazetarja në komendi që bëri në televizor në 8 mars tha, shoqata në dobi të gruas dhe një skuadër e mjaftit, bën një ndeshje, bla bla bla, dhe natyrisht ta gratë humbën. Nuk ishte ideja që të humbshim, ishte ideja që luftën për barazinë nuk duam të na i dhurojnë, ne duam ta fitojmë me standardet tona, me kualitetet tona, dhe kjo ka qenë që në fillim motoja jonë. Ndaj çdo 8 mars ne ngrejmë një kauz, dhe kauzat tona për shembull në këtë vit, kauza jonë është unë votoj. Unë votoj. Dhe ideja është të votojmë për kë. Tash 35 vjetë, s'do votojmë për dy ngjyra politike që jo na e shpifën, po unë gopëm. Me të këqija dhe me të mira që sollën ato unë gopëm. Njeriu është një qenie që ka nevojë për ndryshim. Dhe këtë më shumë se kushdo mund ta japin të rinjt dhe gratë. Gruaja është, se gruaja thotë Sami Frashëri është shtëpia. Gruaja është shtëpia. Gruaja është shoqëria, një grua e shëndetshme, një grua pa rëndesa psikologjike tregon një shoqëri të shëndetshme. Kështu që sot do japim secila një mesazh për këtë grua. Dhe unë jam e nderuar që në panel janë gra kaq dinjitoze dhe kaq. Vazhdojmë të flasim dhe të falenderoj shumë, por ne gjithmonë programin e të shtunës, sepse ka koinciduar që 8 marsi është e shtunë, këtë lloj formati të së shtunës të përgjithësi e kombinojmë edhe me mesazhe të tjera, të cilat ju sot jeni të lira të zgjidhni gjithçka në tema të tjera ose mund të qëndroni të njëjtës temë, gjithçka që ju dëshironi, kështu që le ta kombinojmë bisedën e sotme dhe le ta nisim me mesazhin e parë. Nuk e di cila do ta marr fjalën, ndoshta t'ja japim doktoreshës fjalën, po do të shkojmë atje, kemi foltoren. Për ta nisur me një mesazh si në një fjalim të vërtet, vetëm 90 sekonda i gjatë ama.
Shkojmë atje, doktoresh Lindita, vendi është aty, bëhemi gati me atmosferën e përshtatshme, regjia e përgatit dhe ne ndjekim mesazhin e doktoresh Lindita Shosha. Ndjekim. Sot është një ditë shumë e veçantë, pasi është dita kur ne celebrojmë ekzistencën e qenies më të bukur që mban Ruzulli, që është gruaja, është nëna, është motra, është gjyshja, është vajza, është mbesa, është shoqëria, jemi ne. Unë jam me fat që jam bi e një nëne të thjesht beratase, dhe sot gjej rastin të falenderoj të gjithë nënat dhe duarartat e qytetit tim të lindjes, dhe mesazhi im është shumë i thjeshtë. Duani familjen tuaj duke nisur nga dashuria për nënën. Nëna është jo vetëm shtylla e një shtëpie, nëna është emri i Zotit në gojën e një fëmije. Për secilin prej nesh mund të jetë një grua e thjeshtë, por për botën është ajo pas të cilën nuk mund të ekzistojë shoqëria njerëzore. Unë dua sot të ngrej një episod të veçantë të zemësurisë dhe dashurisë të pakufi që ka nëna për fëmijën e saj. Në momentet më të vështira të jetës sime, ku vetë jeta ime ishte në dilemë, personi i vetëm që nuk më braktisi kur, që ishe shpatulla ime, ishe nëna ime. Dhe unë sot jetoj dhe frymoj për nënën time. Lindita, të falenderoj. Gongu na thot që kaq ishte minutazhi, po mund ta vazhdojmë rrëfimin edhe këtu në panel. Falenderoj shumë për mesazhin tënd, sigurisht shumë i gjetur sot në këtë ditë. Të falenderoj shumë. Ulemi dhe ndërkohë, përpara se të vazhdojmë me të ftuarat në studio, dua të sjell një grup intervistash në këto Vox Popet që ne realizojmë pikërisht në rrugët e kryeqytetit. Dhe pyetja ka qenë kjo që është bërë të intervistuarve, çfarë përfaqëson për ju 8 marsi, pra cila është simbolika, si e përjetoni ju 8 marsin dhe cili ka qenë momenti më sfidues në jetën tuaj që ju ka rritur. Pra janë ca momente në jetë që bëjnë vërtet ndryshime shumë të forta tek ne. Edhe kur kthejmë kokën pas kujtojmë, për shembull, ajo ngjarje mua më ka dhënë një mësim shumë të madh. Edhe njeriu transformohet, ndryshon në kuptimin e mirë të fjalës, mëson shumë më tepër dhe pasurohet shumë më shumë. Le të ndjekim përgjigjet që na kanë dhënë të intervistuarit e rastësishëm dhe më pas kthehemi në studio me të njëjtën pyetje. Ndjekim. Si është dhe sa vështirë është sot të jesh grua? Sot është shumë vështirë të jesh grua, se punët e shtëpisë, marrja me familjen, me kalamajt, me punën që do të bësh sociale për vete, që mos rish gjithë ditë mrena. Ka shumë vështirësi. Kam më djalin. Edhe kështu që mbështetja ime ka qenë burri, kupto? Edhe nëse ke bashkëpunim me bashortin, i kalon çdo sfidë. Unë jam kaq vite, më e mend asnjë gjë të mirë, por vetëm vështirësi. Rit kalamajve, shkon punë. Një jetë, unë për veten time nuk e di. E kënaqur jam veç me personin që kam në krah. Sfidën kur kam ardhur këtu, se ne nuk jemi Tiranca, jemi rrethet, po kam 55 vjet që jam këtu për shkakun. Atëherë kam pasur një sfidë të rëndë me 3 fëmijë të krijosh një familje. Ishte shumë e zorshme. Kur moqen nga puna, ajo që një sfidë që do ta përballoja vetëm. Po ato gratë që punojnë, do ngrihen herët, do përgatisin ushqimin e fëmijëve, do lajnë fëmijët, do kurosin, do çojnë nëpër shkolla. Kështu që jeta është shumë e vështirë për një grua. Punonim me turne, i mbyllnim kalamajt në shtëpi, i lidhnim çelsat në qafë dhe punonim me 2 turne. Me pak fjalë, unë jetoj e vetme, e kam humbur burrin, nuk kam fëmijë. Jeta është bërë shumë e vështirë, sidomos për gruan. Shumë e vështirë. Unë rend, kam qenë soliste në teatrin e operës dhe në Korçë, u shpreva. Të rjetën kam dalë aty në pension dhe unë bretha ndaj këtej që të shlyej qiran e shtëpisë. Përgjigje shumë të vërteta dhe unë dua t'i falenderoj shumë në fakt zonjat që u përgjigjen në këto intervista, sepse ishin shumë reale, ishin shumë të vërteta dhe i ndjem thellësisht të gjitha historitë e tyre, secila sfidën e vet dhe momentin e vet të vështirë që ish dashur të kalojnë
besoj që edhe secila prej nesh këtu ish dashur të kaloj momente paq të vështira të një forme apo të një forme tjetër, sot në këtë 8 mars. Sa e vështira apo e lehtë është të jesh grua? Si mendoni, jemi 8 mars 2025. Vazhdon akoma në Shqipëri ekzistenca e gruas dhe suksesi i gruas është një rrugëtim jashtëzakonisht i vështirë. Unë flas së paku për fushën time, më është dashur të përballem me sfida të jashtëzakonshme, gati të pamundura, sepse mjekësia, por kryesisht kirurgjia gjithmonë ka qenë dominancë e meshkujve, e burrave, dhe vetë mentaliteti shqiptar ishte që shiko, do operojnë, por e dua që të më operoj një burr, dhe ta përmbysësh të mentalitet, të krijosh një rrugëtim të suksesshëm dhe të jesh një personalitet ku njerëzit të besojnë jetën e tyre, nuk është e lehtë, ka qenë shumë e vështirë, por jo e pamundur. Por në këtë rrugëtim, investimi ka qenë kolosal dhe mua më është dashur të sakrifikoj shumë nga jeta ime, nga jeta e familjes time, nga koha me nënën time dhe nga koha me fëmijët e mi. Përpos shumë barierave pasaj nga më të jashtëzakonshme, por që gratë duhet luftojnë shumë për të krijuar emrin e tyre në jetë, për të krijuar dignitetin dhe integritetin e tyre në jetë dhe personalitetin e tyre, sepse gratë i japin shumë shoqërisë. Unë mendoj një shoqëri e cila e vlerëson gruan pa e paragjykuar në nivel të njëjtë me gjinin tjetër, është një shoqëri më e civilizuar dhe më e arrirë. Ne duhet punojmë akoma shumë në Shqipëri, sepse kemi shumë bariera penguese për suksesin e grave dhe për vlerësimin real të tyre, të punës të tyre, kontributit të tyre, të cilat e kanë shumë të vështirë të rrugtim të sa meshkujt, sepse kanë mbi barë jo vetëm profesionin e tyre, po kanë familjen, kanë fëmijët e tjera. E vërtet. Alkita, për sa kohë ke qenë volejboliste, ju keni pas të njëjtara gjërat, meshkujt veç, femrat veç, sipas skuadrave, kështu që nuk e kishit këtë problem, besoj unë atë kohë. Edhe ka qenë, sepse në ç'forme keni ndjerë? Mentaliteti ndryshe, unë për shembull në shkollë bëja shumë stërvitje, dhe në shkollë më thosh goce dhe sportiste, ose në nivelin edhe të notave. Mësuesit nuk më jepnin notën që unë meritoja, sepse thoshte nuk mund të marrësh 10 ti, sepse ato rinë gjithë ditën në shtëpi mësojnë, ndërsa ti bën sport. Pastaj ishte edhe në nivelin e pagesave. Në fakt janë Shqipëri sa unë ka herët dhe paguesha jashtë, por pagesat e femrave të volejboll, basketbol, të gjithave ishin më të ulta se sa tek meshkujt. Ndërkohë kjo ka ndryshuar tani, në çdo sport e paguhen më shumë, por ka pasur dallime pa diskutim. Pra që atëherë, që mendon që ndoshta atëherë duket sikur shfolur më gruan më shumë atëherë madje. Mendoj që ka qenë disi propaganda dhe mendoj që ta barazonte, po nuk mund ta barazosh. Të drejtat janë tjera dhe barazia është tjetër në kuptimin. Më duket se është barazuar vetëm në për aksione më shumë se sa te puna, se sa tek vërtet realitet. Atë lloj barazie, por për hir të së vërtetës në sistemet diktatoriale njerëzit do me thënë, trajtojnë një loj. Keq njëri, keq tjetri. Po gruaja ka qenë shumë më keq, sepse privojnë nga gjithë të drejtat e saj elementare. Dhe edhe qenit grua, ajo preventoj, e ndaloj të ishte, të lyej, të zbukuroj, të ishte femër, nuk ishte do të femër më. Imaginoni një femër që shkojnë stërvitje ushtarake, në zbor ose në aksione që të bante ato karocat, brezion, si që kanë bajtur. Ishte e të mërshme, do me thënë. Kjo është diferenca. Tani është tjetër që mund të flasim shumë më tepër që... Do të rikthehemi pyetjes spontanisht me Dejan. Deja, ndoshta ti je më e re dhe besoj sfidat nisin që herët, që në bankat e shkollës për dikë. Cila ka qenë sfida më e madhe deri tani në jetën tënde që të ka transformuar, që ka ndikuar realisht në jetën tënde? Që të dashur ta ka përcesh? Padyshim deri në këtë moment jetës, edhe dash Zoti që mos kem më tej, sfida më e madhe ka qenë kur jam përballur për herë të parë në një sallë gjyqi me profesionin tim. Pra kur kam vënë për herë të parë në jetë profesionin, sepse të studiosh juridikun e masterin gjithë ato me radhë është tjetër skem, domethënë mund edhe të ndihet një farë, le të themi, barazie me studentëve djem dhe vajza, për sa kohë je duke ndjekur studimet e drejtësisë. Por në momentin që ti vesh atë mantelin avokatit edhe del në një sallë gjyqi dhe shikohesh që je grua, po e themi, vajzë, për më tepër që je dhe vajzë që të pëlqen të mbash veten, sepse është edhe ky paragjykimi tek ne, domethënë që
Okej, je grua, po është më mirë ti jesh grua si burr, domethënë të dukesh grua që nuk mban veten, grua që pikërisht, edhe kështu automatikisht duket sikur do të jesh dhe më e zgjuar, edhe më e moralshme, po se po. Kështu që ky paragjykimi që ti je një avokate e re në moshë, e re në profesion, dhe për më tepër të pëlqen të lyesh edhe pak buzët, është paragjykimi i vështirë, edhe mua në atë kohë, që bëhet fjalë para 6-7 viteve, më ka rënduar. Domethënë, më ka dhënë vërtet stres. Gjë që unë sot kur takoj kolegët mia apo vajza juriste të reja, mundohem t'u them që shiko se do të kaloj. Siç më ka kaluar mua sot, domethënë që madje kur shoh syt paragjykues, filloj bëj dhe ironi me ta, sepse e di që në momentin që unë do filloj të flas, do bëj mbrojtjen, do bëjmë poshtë gjithë paragjykimet edhe do sheshohen gjëra. Do t'i shgënjesh, disi. Rozi, ti je në një fushë tjetër ku s'besoj se ke pasur probleme të kësaj natyre, as buzkuqi, as modeli flokëve. Kam patur. Kam patur probleme. Në profesionin tuaj ka një lloj lirie tjetër. Ka një liri, unë më përndjek gjithmonë kjo që s'po plakesh kur, që dukesh e vogël, vitet kalojnë, po ti s'po plakesh, edhe në fakt më shkthyer si një... Nuk arri do t'a kuptoj, po pse çfarë po ndodh, se po ju shqetëson luku, ose ju shikoni për tej, arritjet e mia, apo gradat që kam marrë, apo ato çfarë kam studiuar, apo... Po nuk duan t'ja dinë për ata, kur duan të të sfidojnë, përpiqen të merren nga ana jashtme, ashtu siç tha dhe vajza. Por unë kam kaluar një vështirësi e cila më ka tronditur themelet dhe aty mendoj që jam rritur. Në 2003 kam lindur Gocën dhe unë për 25 vitesh jap mësim në Akademinë e Arteve, në Universitetin e Arteve tani. Unë e kam lindur në Korrik, shkoj në shtator, se fillonte shkolla në shtator, dhe më thot shefja e departamentit, ne të kemi hequr sepse ti ke lindur, edhe nuk mundesh do të vish në punë. Kjo ka qenë një goditje që s'kam për të harruar gjithë jetën. Të hoqën nga puna? U përpoqën, sigurisht. E kanë fjalën kishin mu shëm me tër bota, po, mu shëm tër bota dhe sigurisht ajo ishte femër që e bëri, morin këtë vendim. U trondita më shumë sepse ishte femër, edhe tani kur e kujtoj kam një ndjesi shumë të çuditshme brenda meje, se thash, si ka mundësi që një grua përpiqet të heq një grua tjetër nga puna, sepse ka lindur. Është gjëja më legjitime dhe më e bukur në botë që i ndodh një femre që të bëhet nën. Dhe nuk kam për të harruar kurrë atë ditë, dhe një koleg imi i departamentit tjetër të regjisë u ndodh aty pranë e tha si do e hiqni Rozin nga puna sepse ka lindur. Edhe tha do ta marr unë nga departamenti im dhe jam i nderuar që do ta marr. Dhe unë ati njeriu ja di për nder gjithë jetën dhe a ishte Milton Kutali që sot është dekani i fakultetit. E përshëndesim profesor Milton, e përshëndesim shumë. Pra vazhdon gruaja, ka sfidat e veta, edhe pse sot kemi arritur në 2025 edhe gjërat kanë evoluar shumë. Sërish ka paragjykime, ka stigmë, ka ndoshta edhe zili, janë të gjitha, konkurrencë dhe zili, nuk flas për brenda gjinisë. Sështu di fare që dhe gjinia tjetër, pikërisht për të mbuluar zilin dhe xhelozin, ndoshta rëndafikon me brenda gjinisë. Brenda gjinisë është zilia dhe është ajo, domethënë që ne kemi dhe gjunë e urrëties shumë që është agravuar shumë mes të njëjtës gjini. Nga ana tjetër, në meshkujt kemi gjëra të tjera ndaj femrave, që është ajo që i nënçmojnë, i nënvlerësojnë dhe gjinia mashkullore lobohet më shumë, si që tha zonjusha në avokatur, për shembull, në gjithë këto profesione ka një lloj lobimi kundër femrave, se i quajnë si dominancë këtë. Dhe është, unë për shembull mund të sjell një shembull nga jeta ime, isha shumë e re dhe unë në profesionin tim të parë kam qenë kritike letrare. Isha redaktore në Shpinë Botuese në Infraqë dhe shkruaja shkrimja kritike për shkrimtar. Dhe bëj një shkrim kritik shumë të ashpër për një shkrimtar nga Veriu, nuk më kujtohet emri dhe s'ka rëndësi, ishte një roman tejet skematik. Ajo u pranua, doli në shtyp u pranua. Emri tim Sevim tingëllonte për gjithë si burr, emër burri Sevim. Është një emër turk që do thotë dashur e pëlqyeshme, po që në shqip nuk ka, ose i vjenin bashkëpunëtorë zanori që dukej femëror, ose Sevim ishte burr. Dhe kur shkojmë në një plenium të letërsisë dhe unë ngrej dorën dhe bëj një koment dhe ky ngre kokën thotë,
Moj, ti që nga edhe grua, ke edhe vajzë e re, është e të mërshme. Dhe aty ka filluar një lloj kthese, mendova që po qa para gjykimesh. Se unë jetoja në ato në botë, unë isha në një botë tjetër, kisha krijuar një botë paralele, ishte bota e librave, dhe kështu që mentalitetet fillojnë, po sot sfidat për femrat janë të mërshme të mëdhaja, sepse kemi tema shumë të mëdhaja ne si feministe për diskutuar puna e papaguar e grave në shtëpi, që ende s'kemi bërë një ligj të posaçëm. Është mjekja, është avokatja, janë unë, janë sportistët, janë punëtorët, ato për te detyrave të papara që kanë në profesionet e tyre dhe kontributet, ato shkojnë në shtëpi dhe janë gra, do punojnë 24 orë. Do lajnë, po ku vlerësohet kjo punë, si bëhet, ose kemi shtëpjaket, këzalingat që i quajmë ne, me një lloj përçmimi që vjen edhe nga vetë shoqëria, po dhe nga vetë politikat sociale të shtetit. Duhet urgjentisht, ne kemi lobuar prej më shumë se 10 vitesh, që të bëhet një ligj për këto. Kemi gratë që nuk jepen kredi financiare për të ngritur biznese, kemi gra që punojnë në informalitet, gra që punojnë në dzez, dhe është një numër 65% e grave, që bëjnë një punë shumë të madhe se burrat. Do të thënë janë gjithë këto problematika që mund të jenë subjektit 8 marsit, i ditëve të zakonshme, po edhe një politike të përditshme të këtyre grave në parlament, që fatkeqësisht nuk kanë zë ta përçojnë zërin e gjithë kësaj mase të grave tona. Edhe pse ne në fakt mendojmë që gratë praktikisht janë të përfaqësuara në parlament, po fakti është që zëri i tyre nuk ka rëndësi numrat, kualiteti nuk është. Kemi sasin, po s'kemi cilësi. Ne kërkojmë një zë që ajo deputete që vjen nga veriu, të qojnë gjithë zërin atje, të grave veriore. Ato që dëgjohen po patjetër, sepse është informare. Vritën gjithë ato grasë, kanë bërë aleancë. Nuk për te partive, gratë në parlament, nuk bëjnë aleanca. Moj ti si e këtu me flamurin e blu ose të kuj, ti e me flamurin e një misioni që të kanë dhënë populli për të quar zërin. Nuk kemi, dhe kjo është, do me thënë, vërtet për 35 vjetë gati, ne nuk arritëm do të bëjmë një ndryshim cilësor. Absolutisht. Si mund të bëhet ky ndryshim në fakt? Se ne kritikojmë, po si mund të bëhet ky ndryshim? Edhe pse çdo vit më shumë bëhen gjëra, patjetër shoqëria evoluon, por pritshmëritë janë më të larta. Fatkeqësisht shoqëria s'ka evoluar. Persona me integritet, të cilët të mos kenë frikë të thonë mendimin e tyre, të mos kenë frikë se lideri X partie apo Y partie vetë sistemi zgjedhor do t'i paragjykoj ose do t'i menjanoj, duhet t'i thonë të vërtetë ashtu siç janë, se duan që ta gëzojnë me respekt atë mandat që ka dhënë ai popull që ka votuar. Pra, ne nuk kemi nevojë për gra kupulla në parlament. Shqipëria nuk ka më nevojë për këtë lloj formati të grave të përfaqësimit. Duhet kemi gra të cilat realisht duhet të ngrenë zërin për një numër shumë të madh problematika që ka shoqëria shqiptare në drejtim të vlerësimit të gruas. Jemi një shtet ku dhuna ndaj gruas nuk po njeh ulje. A jemi dakord? Shohim gra që dhunohen, ke femicid, ke gratë vrara. Gratë vrara, pra, shohim nëna që dhunohen në mënyra nga më të jashtëzakonshme dhe çfarë po bën shoqëria për këtë? Çfarë po bën qeveria për këtë gjë? Absolutisht. Atëherë ne nuk kemi nevojë për gra që shkojnë me çanta 20 milionë në parlament, edhe kjo histori duhet të marrë fund, po kemi nevojë për njerëz të devotshëm, dhe njerëz të cilët të kenë një zë, të kenë fytyrë dhe të përçojnë misionin për të cilën janë mandatuar nga populli. Pra, ky format grash të përzgjedhura duhet të marrë fund. Nuk e di nëse... Gjithë një grua mund ta jap kontributin e saj jo vetëm në politikë, në çdo lloj fushë, mendoj unë. Nuk është e thënë me patjetër atje. Patjetër aty kanë një tjetër mundësi, sa i nderon shoqëria, sa e proklamon, sa i kanë mundësinë e ndryshimit edhe të ligjeve në vetvete, nëse për diçka të tillë ka vërtet nevojë shoqëria dhe gratë, më konkretisht. Por ama në çdo fushë të jetës një grua mund ta jap kontributin e vet. Alketa, ti aktualisht ku e ndjen veten? Çfarë mund të japësh ti sot shoqërisë që flasim? Ti ke kthyer një faqe e kapitullit, le të themi, atë të epokës së voleybollit, ku ti ke shkëlqyer aty dhe ke bërë historinë tënde të padiskutueshme. Të shohim sot angazhuar në shumë projekte, në angazhime të tjera sërish në shërbim të publikut edhe të njerëzve.
Cila është sfida jote aktuale që flasim, ose diçka që ti ke pasion ta realizosh? Po ju dëgjoj dhe jam me shumë gjëra dakord dhe me të tjera nuk jam dakord. Unë aktualisht merrem me një projekt në shkolla, programi ekipet sportive në shkolla, ku 50% janë djemë, 50% janë vajza. Dhe nuk mundemi tani ti themi gjithmonë vetëm të gjëra negative, sepse punë po bëhet. Unë shpresoj që do të arrijet, ka punë ka shumë për të bërë, po shpresoj që do të arrijet. E qartë. Ti vetë aktualisht çfarë ke ëndër të realizosh diçka, sot që flasim, me angazhimin tënd të përditshëm? Unë në fakt jam një nënë e lumtur sot dhe derisa u rritën fëmijët unë ndonjë nga mbrapa, punova, jetova me to. Sot punoj këtu në Shqipëri dhe shijoj në fakt të gjitha ato sukseset e fëmijëve të mi që për fat janë bërë të mirë dhe të suksesshëm dhe shpresoj që të vazhdoj të ndihmoj me sa mundem me këto projekte sportive të paktën për vajza dhe për djemë njëkohësisht. Patjetër, edhe ky është një kontribut i rëndësishëm në mënyrë shtetërore apo në mënyrë private. Është një element i rëndësishëm që jep efektet në shumë dimensione. Dua të kalojmë pak tek mesazhi tjetër, sepse koha ecën. Rozi Kostani, do të të ftoja ty të drejtohesh tek foltorja jonë me mesazhin tënd, të ndjekim çfarë ke përgatitur për të ndarë me ne. Rozi Kostani, 90 sekondat janë për ty. Dua ta filloj me një shprehje proverb kinez. Gruaja mban gjysmën e qiellit. Në krahët e saj lind drita dhe prej duarve të saj mbillet jeta. Ajo nuk e kërkon fuqinë sepse e ka pasur gjithnjë brenda vetes, si një burim i pashtershëm që nuk thahet kurrë. Në heshtjen e saj gdhendet durimi, në buzëqeshjen e saj mbillet shpresa dhe në sytë e saj pasqyrohet një botë që vazhdon të ecë përpara. Historia ka dashur ta zvoglloj, ta mbaj në hije, ta kufizoj brenda kufinjve të një përkufizimi të ngushtë. Por si mund të burgoset ajo që mban gjysmën e qiellit? Si mund të përcaktohet ajo që nuk ka kufinj? Si nëna, si gruaja, si femra, si motra, si bija. Gruaja nuk është vetëm një figurë në prapasken, ajo është vetë skena, vetë drita, vetë zëri i kohës që ecën. Bravo, Rozi Kostani, të falenderoj shumë për këtë që ndave me ne sot, ishte shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Ne do të kemi publicitet, do të kemi pas pak me njërë në pjesën e dytë me të ftuarat tona.